familjen e Sakifit, për parimin të juve gjithë. Sot 25 vite, po mdokën si 25 vite, ajo ngjarje e dhimbshme, kur kemi marrë lajmin se ata 3 heroj janë konë të krye një detyrë të madhe, edhe kanë rënë pritën famkeqe. Nuk do mu zgjanu shumë, nuk përshëndes gjithë pra, dhjetë botesi qerdhja hudbës sa konë ndërnoft, ku ju ka prish qerdhja, janë në gërsu, por na kemi fitu ata ka nuk. Lavdi këtë në burve, e lavdi gjithë dhe këto në komunës me Krejstokin. Lavdi Ljem të Lagos, të dy në fortesë. Të dy të kemi gjetë shtimin në fortesë. Djali në familjen Popaj, unë në familjen Kelmendi. Dëman jo mirë njës të ndekje. Oshtu edhe vlavi që i ka dalë në dim, ja ka dalë Gjokin, drejtori, edhe ka familjen se maj kesh për njerëzimit është mas mirë njës. Unë jam mirë njës për këtë fatë, për këtë familje. Lavdi gjithë. Të rënera, më të shumë. Ja, jemi edhe shumë shokë. Shokë që kemi qenë shokë të këtyne shokëve, sot që janë edhe dëshmorë. E që i kemi përjetu këto ditë të tjera. Në fillim jo përshëndes këtë dëshmorëve, nga parë në Zagem. Ato ditë, që ta pasaj suk ishin ditë më të vërtet të tjera. Ne nuk flinim, po Almiko ma shumë nuk flike. Ne kojnim punë të tonë, ata në përsjefshin. Qka po bojnë? Dhe patkeqësisht, ajo ndodhi, qka sot ne jemi të buktu. Ka para 25 vitet ndodhi zonja Pritës, ramja e dëshmorëve tonë që sot ne i kujtojmë. Sa dëshmorë, fatkeqësisht kemi shumë dëshmorës, si që kemi sot, ka 3 pritja. Po lufta këto i ka. Lufta e mire e luftës është përfundimi ku e djenë. Se dherë dhe gjak, ipën dëshmorë, ipën bie, po në fund e përtakon e mire që ku vjen liria. Dhe ne një pjesë liria të besojnë që e kemi mëri. Nështë së ne kemi mëri ato për çka jemi nisë. Së ne kemi mëri bashkimin e trojeve të sot. Po besoj që gjeneratët e ashme, gjeneratët e reja vazhdojnë këtë rrugën ku e kalon të dëshmorës. Lavdi u koftë, ju tini shkuat familjet e dëshmorëve. Të dashur familjarë të dëshmorëve,